Allah thot e wa man kana mejten. A thua vall ai që ka qenë i vdekur. I vdekur, çka është i vdekur? I vdekur, i zhytur në fundrinat e ignorancës, në fundrinat e mëkateve, të kufrit. Kjo është i vdekur. Njëri i cili nuk ndin dhimbjen e shkputjes së raporte me Allahun Azza wa Jall. Njëri që është i vdekur i nderuar. Njeriu i vdekur nëse e lën të shtëpia. Edhe i thush, o burr, a din që djali është ka të shkon për Gjermani një 2 vjet s'kthehet, a kanaj? Njëri i vdekur. A ndin shkputjen e raporteve me djalin e vet? Ja, s'e ndinëm. Me i thonë njeriu të vdekur, krejt pasuria që ke pas e ke hup, në vesh me i thonë. A ndin dhimbje? Ja, si bën përshtypje. Edhe pse është duke u shkput nga pasuria e tij, është duke u shkput nga familjarët e tij, ai nuk ndin më dhimbje. As nuk ndin keqardhje, as nuk shel lot ka rrugëllisën të faqen e tij apo. Dhe neve na duket kjo po shumë normale. Apo plot nga njerëzit kanë qenë kështu dhe shumë të tjerë kanë mbet i është thënë a din që i ke këput punë me Zotin a s'nin atë. A din që i duke humb xhenetin a s'nin atë. Që kjo është ka çështje e kon. Skur fardjenes ke pas. Apo të kanë kalu vite, të kanë kalu kohë i shkputur për Allahu xhallahu ala dhe s'ka dhimbje për këtë punë apo. Allah po ti me emën mbi emën e men kana mejten çështje e kon atë. Fa ahyayna. Na shiko ahyayna. Na engjallëm. Subhanallah. Këtu jam me kuptu se udhëzimin që je duke pretu dhe ringjalljen është fund e krye. Begatia Allahu xhalla xhelaluhu. Me asnjë gjë se ke meritu. Ai e dim pse ta ka dhënë. Ahyayna, na, shiko ahyayna, na e udhëzum. Na e ngjallëm pas që ishte i vdekur apo. Dhe krahasoj që e ngjallëm. Na diçka të rridham me këtë gjallëni që të jap kuptim gjallërisë. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas. Ja dham një ndriçues, një dritë që të ecë me të në mesin e njerëzve. Ky shembull është i mrekullueshëm me kuptuar drejt apo. Fillimisht çfarë kuptimi ka kjo jetë që Allahu ta ka dhënë? Për me kuptuar se çka duhesh me rujt për kësaj jete. Ajo vdekja e parë që Allahu po ta kujton se ke qenë i vdekur, në cilën pjesë të trupit tënd ka qenë e fokusuar dhe ka qenë e përmbledhur në zemrën tonë atë. Dhe Allahu xhalla xhelaluhu këtë zemër e ka prek me dritë dhe është ngjallë. Andaj jeta e përmendur në këtë ajet është fuqia e zemrës, stabiliteti i zemrës, guximi i zemrës, dëgjimi i zemrës, shikimi i zemrës, e shumë vlera tjera që duhen të përndin tek zemra. Allahu xhallahu ala ta ka dhuru zemrën. Dhe me këtë zemër të ka ngjallë. Masi që je ngjallë o i dekun, çka je të rujt më shumë ti pra masojnë atë? A je të rujt më shumë të çato që të kanë ngjallë me të Allahu xhallahu ala? A je të rujt diçka tjetër? A kuptuat rëndësia e kujdesit për zemrën? Shumë njerëz mas udhëzimit kujdeset, sikur se e kemi përmend. Kujdeset për ndoshta udhëzimin e dikujt tjetër, kujdeset për fenë e dikujt tjetër, kujdeset për namazin e dikujt tjetër, kujdeset ndoshta për pamjen e tij të jashtme, kujdes, këtu të më kujdes. Mirë po, jo në llogaritë të kujdesit për zemrën. Nga se me që zemër Allahu të ka ngjallë, pa këtë zemër kur gjë s'dyn hiç apo. Prandaj, çka din ti për gjallërinë e zemrës? Apo ose çka din ti nga punët e zemrës që duhet çdo ditë me ngasmu zemrën me to më dhon? Sa investon ti në gjallërinë e zemrës? Allah po të ne kuni dekt këna në gjallë. Ti gjallë e kun, dur ti ka pas zhjith gjallë, sy ti ka pas zhjith gjallë ti. Ajo që ta ka hup në djeshmërin është vdekja e zemrës, që tu Allah e ka zbrit gjallërin. Tash, sa bojnë njerëz vepra pas në gjallës e zemrës
çka bojnë? Pas ngjalljes së zemrës bojnë vepra që e vdesin zemrën. Subhanallahu. Ti apo jeton se ti e kun i dekun, Allahu që të ka ngjall dhe kjo gjallëri nuk ka zbrit kurkun tjetër përveç në zemrën tonë. A është e logjikshme tash që njëri nga pakujdesi i tij, nga pavëmendja e tij, nga neglizhenca e tij, të bën vepra që e vdesin zemrën? Po ti a din ç'ka i bën me të vdekët një herë? A din që edhe një herë mundesh me u kthy, mos më ndi se ti e kput pi Zoti. A ka më keq se kjo? Prandaj a din ç'ka vdes zemrën tonë? A ka njëri në xhami këtu? Njëri në xhami këtu, a ka që nuk e din se helmi e myt? Në ndrykush sefte poni që helmi po të myt ka. A ka dikur në xhami? Sefte që ponin që helmi e myt. S'ka. Mirë. A keni një në herë, nështë a keni në gjuhë, po jo si kurse helmi, apo? Se marja me punë të tjere të amjut zemrën, të këthe në petë dekun, ku e konë. Vetë pëlqimi të amjut zemrën, si kurse helmi. Prandaj, hyrja e këtja jeti është goditje për vetë disim se qka duhet me rujtë edhe në qka duhet me investua. Ahjejna, në ngjallëm, dhe unë qka ngjallëm, janë ngjallëm zemrën. Krasoj ngjallje që Allah Gjallahu Ala e bëri, i edha këti njeriu gjallna lehu nuran, i dham dritë. Pa këtë dritë, s'ka kuptim gjallënia të. Gjallëria është sa për ta aftësuar zemrën që të pranën dritë. Kaq. Do të thotë, syni që i duhet njerit, syni duhet njerit, apo që të ketë mundësi njeriu me qka me përfitu nga drita. Mos e pas kur dritë, heq kur s'ka di ketë terrë, që të vynë syni? Që kjo është gjallënia dhe drita. Të duhet zemra e gjallë që tjetë e aftë, të përfiton nga drita, por mungesa e dritës e fik efikasitetin e zemrës së gjallë. Këtë dritë Allahu thotë, çka ka kjo dritë? Është shpallja me sinkarë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Wahi, Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na Allahu thotë ja dham dritën yamshi bihi fi an-nas, që ecë me këtë dritë në mesin e njerëzve. Njëri mediton pse ka përmend ecë në mesin e njerëzve. Ja kanë ngjall, ja kanë dhënë dritën ecë me këtë dritë në mesin e njerëzve. Çka është puna e njerëzve apo? Ibn Qayyim rahimullah ka përmend 3 versione të mundshme për komentin e saktë të kësaj, edhe pse të trijat nëse i bën bashk deri një koment i rrumbullaksuar, tamam nuk bien ndesh me të tjetrin. E para, Allah thotë e kanë dhënë dritën që ai Allah nderuar dëgjon me vëmendje atë. Se Allahu për ty po fol. Për ty në mesin e tjerëve. Andaj të shikojmë ne, na përdojnë me pa, a këna përfitu për kësoj drita jo? Ose tash, ai që ka përlu gotën, është të tregu tash, mësim për shka e këmë maru. Nga e mirë, ajo të përdojnë për shka duhet, sa është të përdojnë për shka duhet, që kemë rëndësi. Na duhet ta kuptojmë, sa jem duke e përdojnë islamin për shka e ka që zotë i Gjallahu Ala jo. Sa ka mund të dikush me keq përdor islamina? Po shumë. Sa s'ka njerë që me islam fitun dunjana? Po. A s'ka njerë që me islam fitun autoriteta? Ka. A s'ka njerë që me islam përqajna? Ka. A për qëta e ka që Allah pejgamberin s.a.s. Jo. E pse e ka që pra? Që nga e pse e ka që? Qka të vynë shëriati ty? Islami, qa të vynë? Këthot, vë gjaalna lehu nuran, yamshi bihi fi an-nas. Allahu thotë ka dhënë një dritë që të ecë në mesin e njerëzve. Ibn Qayyim rahimullah thotë, të gjithë njerëzit janë terr, nuk shohin rreziqet e as rrugën. Thotë në moment shfaq njeriu me kandil, i cili u kallzon që tu rreziku edhe që tu s'bën me shkela atë. A ki që të rrallë të në shoqni? A din të rrezikun e punëve tjera e që tjerë nuk e din? Apo? Ata janë të mashtrum, ata janë të hutum, ata janë në
errësirë, nga se normal nuk kanë ndriçim. Te jetuar me dritën që Allahu ta ka dhënë dhe me gjallërinë që Allahu xhallahu ala e ka zbritur në zemrën tonë, po vjen mes në njerëzve. Edhe kur krejt njerëz janë duke shkuar me një drejtim, ti po i thosh aty është gabim se drita po ka thënë kësaj me shkuar apo. Apo ti po e lën dritën këtu, po thosh valla veç vetë ato po tuta me shkuar më mirë në terr me kallabllak se me dritë veç vet. Ka jetu jam sy. Shumë njerëz i thonë dritës bën halal, na me dritë s'u shkojmë. Apo këtë njerëz po shkojnë që kështu. Të gjithë njerëzit ty apo që kështu. Nuk ka zgjidhje tjetër për me jetu në këtë vend ndryshe, po drita po do të gabim është në aton, dhe se aton ka humner, drita dhe thotën e përnu ditën kështu. Sa njerëz shariat në lojnë xhami, si del për xhamis, zguzojmë nxirr për jashtë, se ja kallzon do punë që e din që s'bën miron aton, më mirë mos ta marr me vete. Shariati se ka punë, shariati se ka shtëpi, apo se tutët me qenë shtëpi shariati se ja çet 100 zeza, më mirë do të mos i shohë çka ka atë. Andaj, a jem duke mbajt fenerin e shariatit, ku do qoftë, na i zbulon të metat. Do njerëz kanë edhe hezitojnë me e kthy shariatin ka vetja, se ja qet 100 zeza çka ka, do të më mirë s'pe kthej ka vetja e çap. Ktheja vetit. Se edhe këtu ka rrezik me pa çka ki rrezik ku të zban mirati, çka vi zban don për parsi, çka do të më mshel, çka do të më qel. Do të më kthy shariatin ka vetja. Andaj Allahu xhallahu ala po thot këtë shariat, këtë dritë ta kumë dhonë, me përfitu nga drita e ti, nga grupat. Çfarë kuptimi ka Rabi Allahut ta kumë në dritën ti bjene për në grupë? Për kështu së të vynë heq? Apo, qka të vynë? Qka i vynë njerit? Për shambull, freni i kjerit. Kur se përdurë? Gjithë përplasët për dere, përplasët për muri, përplasët për... Gjithë i përplasët është ato. Qa të vynë freni, Allah? Së të vynë që se përdurë. Andaj, kjo është pyetja e madhe. A jemi duke përdorur Islamin për çka na ka dhënë Zoti? Apo e kemi kufizuar përdorimin e tij në aspekte që nuk bien ndesh me epshin, kujtën dhe mënyrën e jetës tonë? A ja kemi leju Islamit me na e prish rahatin dhe komoditetin? Apo e kemi thonë Islami është këtu? A ka zbrit Allahu shariatin? Kjo është pyetja, do m'ja bëni njëri vetes vet. A ka zbrit Allahu shariatin që të merr leje ku me hi, apo Allah i ka unë ti zban me vetë ku me hi, dush me hi ku dushti? Platë muslimane kanë të parën, sikur që e kanë përmenë shumë shembuj. Islami tek shumë musliman është musafir, i cili nderohet, përgdhelet, shërbehet, mirë po e ka një koltuq veç aty ullët, ma në ato zban me levisë është musafir. Dhe të metat jam shefë musafirit ato. Sikur që një njeri ka për një shembull, konkreti ka ndodhur ati, ka pas me gruan e tij pak mos pajtim, edhe gruaja e tij gjithmonë duke u referuar thotë, ti që shpësillesh e kështu të naton, që filan familja so mirë po kalojnë e kështu, nëse aja ka ditë mirë gjendin e asoj familje atje. E ka ditë, e ka njoft njërin shumë mirë. Por gruaja s'ka pa çka ka për të saj. Ja ka sill shembull, kësaj gruaje ka thonë kështu. Atë gruaja ka pa kuzhinën ku përgatit ushqimi, po. Edhe e ka pa tavolinën ku servohet ushqimi, po. A ka dallim mes dyjave? Po ka shumë. Kuzhina është hallakam. Nëse u përgatit ushqimi, ndërsa aty ku servohet ushqimi është ekstra përgatitur. Thotë ti ke pa tavolinën, po se ke pa kuzhinën. Me pa kuzhinën, apo e kishë ditë se atë ka vlerë kjo. Andaj na shumë kuzhina e kena mshirë Islamit. Ja, mos si këtu me pasë zban. S'halakët dhomë se kena linë një herë apëtan. Edhe këto se këmë rregullu, që të mirë, që dhomë ngusht, një me një e kena ullë Islamin, edhe më qka të hatë, të pijët, qka të unë e të bi. Ama ti më su qënë kom me hi ma këshu shpinë temë, se nuk është mirë me patë qka ka këto. E po Allah po dritën të këmë jepë, me dhezë në këtë shpinë apëtan. A kuptove? Këto na ondët me hi Islami. Në të gjitha poret e jetës, gjithkun. Dhe me na i shfaq të metat tona, me na i shfaq mangësit tona, krejt që ka, mu badhavaqu gudzim shumë. E që kjo është përdorim i drejt i dritës ato. Në të kom dritën, me përdojnë tërë. Se qëfar kuptimi kom me ja këthy dili dritën? Du me pa dilin me bateri, se s'pesha mirë. A ka kuptim kja? S'ka kuptim lavto, ta kom ja për dikun tjetër. Prandaj, Islami është për këtë punë, që anë lehu nuren,
yamshi bihi fi dhulumat. Qofse njëjtë të ra grup, si ai që ka dritë, si ai që ka dritë, dytë me një grup i ra. Hajt kë në terë, e ti? Ti s'është dash njëtin gjuna me bo, Allah. Ti nuk është dash njëtin shkelje me bo. Ti nuk është dash njëtin obligim me praktisë, ai që është nërësirë e kuptushme. Se s'ka e rifi fenerë, normal. Ama ti me fenerë, ti në qëtu e ra. Ata që nuk e kanë drejqime o vëndëruar, është normal mu përplasë mu rukë, se ata sirë, rukën, një me një, goditën, normal është. A është normal tonë me fenera në durë, o petë mu rukë? E kjo është normal kjo? A është kjo normal? Wallahi së është normal kjo punë. E na rukëm, na halon rukëm. Apo him një të ditë nudhe, i përzim atje, me mos pajtime, konflikte ndryshme, thu se feneri është veç për zbukurim. Nërsa nuk është me në kalzu, ka dalë dhe tja, përshë që është u hi njëri. Apo? Përshë që ki feneri ki me po kur hindi kush nalu. Andaj, që ose njëjtë është shoshnia jonë, me fenera, si shoshnia tyne pa fenera, le feneri në latëre. Njënë dhëtë me bo. Nëse morali jonë, sjellja jonë, veprime tona, gjuha jonë, njëjtë, si me fener, si pa fener, atëre, që kam i bo këta që Allah po të akum dhonë, Allah, të akum dhonë, po gjallë në alo nuren, yamshi bihi fi nas, këjes njerëz me nurin e vetë, që ata të akum japë, të akum dhonë islamin, ka të shkojsh me bajt me vetë, ju me tërë marrë për ti milion të shpija, apo, mu kompleksu për ti, tash, po shkemi ne e të sunë e marrë islamin, atjes, jo e Allah po të yamshi bihi fi nas, kejtë që ka jo njerës, kejtë që të jesë me tapë. Përse të akum japë? Së të akum japë më kompleksu me të marrë për ti. A kuptut? Që kjo është kuptimi, që ta e ka dosh Allah për neve. E dyta, të të përkajimi, kuptimi dytë, vesh e pletësën të pare, zë së është mundësi me të. Kuptimi dytë është, ja kemi dhe në dritën, që ata që janë pa dritë, apo me përfitu nga dritë e ati. E para, unë e përfitu për ditës tam, normal, e di që kam vynë, edhe tjertë pas ta jashkujnë harin kësaj drita. Në ndëruara e vetë në herë, kush ja ka pa harin udhëzimit tanë? Në herë, kush ja ka pa harin ftyrë tokës? Po unë e muzun, hamë dhe pa falë, pështova, shala, zote më forcën, po. Mas teje, sa njerëz kam përfitu nga feneri që kinë dorën tonë? Sa njerëz? Jënë udhëzu, janë pajtu me zveti, e kanë lënë në gjuna, apo janë metë para me një grupë. Pse? Pse djali ty në e ka fenerin dorë, pse vllai ti e ka fenerin dorë, pse kojshia ti e ka fenerin dorë, apo sa pejteje kanë përfitu për fenerin që e kiti në dorë, sa? Që kjo është komenti i Ibn Qayyimit rahimullahu ta'ala. Apo Allahu thotë wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas. Ne ja kemi dhënë atij një dritë që mes njerëzve, do me thonë, tjertë përfitojnë, mos pa që feneri për veti, përfitojnë nga feneri i atij që kanë afër ato. Andaj, ne edhim që udhëzimi në dorën Allahu xhallahu ala, nuk e kundësojmë këtë çështje. Por para se ta përmendim këtë argument dhe para se ta përmendim këtë realitet, se udhëzimi është në dorën Allahu xhallahu xhelaluhu, çfarë kemi marrë për sebepeve që antarët e familjes së Allah me përfitojnë nga feneri e po dritën. A bëvakia, subhanallahu në rujtë. Fëmija dikujt, ditë për ditë binë vrim, ditë për ditë rëzohen, thejnë dur, thejnë kom, për shkak mungesës të fenerit, dhe që, ndërsa ti e ki fenerin dorë. A është normal kjo? Ose gruja dikujt, ose burri dikujt, e kështë më radhë. Prandaj, mundohu që nga fenerit të përfitojnë sa ma shumë njerëz, të ndriqohen nga rruga, që ata pësojnë gjdo ditë goditën, gjdo ditë rrokën, gjdo ditë binë në errësirat e ndryshme të jetës së kësaj bote.